Alhamdulillah wa kafa, wa sallallahu sallam wa baraka ala Mustafa wa alihi wa sahbihi wa man wala. Falimin të nësita këmë dhe Allah subhana të elus, ati përgjërom që të ravdrej dhe të begu dhe ti Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam, familjen, shokët dhe gjithë umetin e ti të vëzgjeda. Të ndërë lezër, ajo piknisja ndoshta e trajtesës dhe diskutimit ka të bëj me atë vlerën që realisht në ka bo bashkë. Ne kena shumë vlera pse jena sot bashkë, mirë po e vlera themelore e cila e bën një ngjarje në cilën ndihemi si bashkë udhëtar është udhëzimi. Saktësisht është e për udhja ku ne e marrëm një orientim në jetë, duke pas Kur'anin e Sunetin si udhërrëfim, edhe duke pas Zotin si synim, edhe duke na karakterizuar adhurimi i Zotit si angazhimi dhe misioni më i madh në jetë. Kam një përshtypje që shpesh njerëzit udhëzimin tek ditët e para ose tek vitet e para ose tek ngjarja fillestare e shohin si ngjarje finale. Domethënë, tani më ti je udhëzuar, apo tani më të je bë fetar ose tani më ti e ke filluar një ngjarje të jetës ku feja është drejtuesi yt, mirë po këtu nuk është fundi i ngjarjes, këtu fillimi i ngjarjes. Për me thjeshtësu. I ngjan parafërsisht sikur ti do më njoftu me një qytet, edhe ti thjesht e ke marrë ose broshurën ose atë kartolinën. Do thonë broshura që tregon çfarë janë vendet më interesante, më historike, çka ka këtu. Edhe po aq ki edhe njëri për Islamin ose po aq ki prekje me Islamin, po aq ki zhytje me Islamin nëse ti orientohesh edhe udhëzohesh për ngjarjen e këtij vendi në bazë të atij peizazhit ose asaj broshurës. Me broshurë nuk arrin dot ta shijosh qytetin. Të duhet edhe një udhërrëfyes që tregon ndoshta më shumë, një ciceron i cili tregon pak më shumë ku ja vlen, ku ka pas ngjarje, ku ka pas histori, me çka dallohet ky vend, e ku diun çka, po ndoshta edhe një qytetar i aty hyt që jeton prej kohësh, që ndoshta ta bën edhe më interesant ngjarjen e ardhes në një qytet. Kështu që ideja që ti kish shumë, me të udhëzuar ke arrit shumë, ndonse akoma je tek broshura dhe tek peizazhi, nuk është aq premtuese. Me broshurë dhe me peizazh ti mund të motivohesh, po jo ta njohësh qytetin. Më thonë, e ke një peizazh për një qytet që të ka ngjall Kërshërin, edhe tash shumë pak shes sepse peizazhet zakonisht kapën një distancë. Nuk quhet peizazh nëse është kap shumë afër, sepse atëherë bëhet fjalë për trupa. A është e qartë? Edhe tash pjesa më e bukur e qytetit nuk shihet, ti ndoshta vetëm të mund të orientohesh, ta kuptoj se prapërsisht andej pari është një figurë historike ose një monument historik, se ku diun çka. Për që unë kam përshtypjen që ajo ngjarja e madhe e transformimit tonë nga të pa udhëzuar në të udhëzuar, ose nga të pa interesuar për Zotin në të interesuar, na bën që këtë pjesën e transformimit ta konsiderojmë kryengjarjen përfundimtare. Kurse kjo thjesht e kemi pranuar një broshurë që na tregon që është një qytet i bukur. Edhe kena një peizazh që prapësisht na i ngjall imagjinatën se çka mund të ketë në këtë qytet. A është qytet bregdetar, a është malor, a është historik, a është modern, çka është? Çka është Islami për ty? Çka është feja për ty? Çka është ti je rob i Allahut? Çka është për ty ti je pasuesi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam? Nëse ne këtë si pyetje mund ta lëm për workshopin tutje, prapësisht mund me dalë te kartolina, mund me dalë te peizazhi, mund dalim te broshura. Do thonë Islami ta ndreq jetën, okay, në rregull. Kjo ç'është ta ndreq jetën Islami? A ki shumë detaje që të ndreq Islami jetën? Islami të garanton fitimin e amshimit. Sa je i sigurt që e di sakt formulën edhe itinerarin për të fituar amshimin? Ose sa jemi të sigurt që e dimi ku nuk guxojmë të prekim, se po prekëm aty hup amshimi, ose digjet investimi i amshimit e kështu me radhë. Kështu që pjesa më e madhe e njeriut për të shëruar është për ta pranuar sëmundjen. Pjesa më fillestare, piknisja më jetike e shërimit është me pranuar gjendjen e keqe. Ndaj njerëzit që familiarizohen me varfënin, ata nuk e kuptojnë motivimin për të punu, nuk e kuptojnë motivimin për ndryshuar gjendjen, sepse ajo është familiarizuar me varfënin. Edhe unë kam një përshtypje që një pjesë e madhe e muslimanëve janë të familiarizuar me varfënin intelektuale në raport me temat e fesë, me varfënin e tyre në raport me temat e imanit, me temat e istikamës, qëndrueshmërisë, me temat e ubudijës që ne jemi robër të Allahut, që duhet jetojmë me sistemin e Allahut e kështu me radhë. Ndaj e domosdoshme është për ta potencuar sot si piknisje të kësaj trajtese, besoj që ne jemi duke paguar shumë fatura të shtrenjta, me kosto të larta, të një mendësie që ndërtimin fetar e kalon si koncept të rrugës, si koncept të rastësisë.
Për shembull në të kaluarën, kur është dashur të thuhet dikujt që nuk është i edukuar, ose nuk ka mjaftueshëm edukim, i është thënë e ka edukatën e udhës. E ka edukatën e udhës. Edhe vazhdon edhe sot thuhet si fjali. Ndonse ndoshta ai nuk rri shumë në rrugë. Ndonse ai nuk e ka pas një përditshmëri që rruga e ka edukuar. Jo, është karakteristikë e rrugës ajo si edukim. Çka është karakteristikë e rrugës? Nëse dikush thotë, "Okej, që ti qenë ke edukata e shtëpijës, nëse nxjerrmi si antagonizëm. Kjo ka edukatën e udhës, kjo ka sjelljen e udhës te ekip të shtëpisë. Çka është e dallimi mes edukatës së shtëpisë dhe edukatës së udhës? Edukata e shtëpisë ku ka ti që në fëmijëri prindit i japin disa rregulla, disa gjëra i mëson prej familjes, disa gjëra me kohë, domethënë arrin të zënë vendin e tyre të duhur në pjesën tonë të mbamendjes së kështu me radhë. Domethënë, çka është e shtëpisë dhe çka është e udhës? E udhës është e rastësishmja. E udhës është ad hoc. E udhës është ajo që është bërë pa plan. E udhës është ajo e cila ti je një viktimë e radhës. Apo çfarë është? Ajo është e udhës. Domethënë, ti del edhe udhës të hyni fjalë e kot. Ti del udhës të bëhet diçka interesante. E udhës është ajo. A mendoni që ne në fetari kemi edukim të udhës, jo të shtëpisë? Së fundi aty nëse thua jo unë kam një edukim shtëpije fetar, atëherë kush janë prindrit e edukimit tënd? Kush janë mentorët e edukimit tënd? Kush janë udhërfyësit e edukimit tënd? Domethënë, ti e dëgjon një shkputje në TikTok, e dëgjon një video të mirë aty në YouTube, një postim të bukur një shokut, një material të shkurt diku, me një seminar aty pak diçka në gjyn, herë në shkallën e parë, herë në shkallën e tetë. Kjo është e udhës, kjo nuk nuk është e shtëpisë. Nuk është, domethënë, e shtëpisë. Madje koncepti i shtëpisë është koncept i vlerës së lartë. Domethënë, nëse ti porosit në një fjalëbie në për shembull në një hotel ose në një restorant diçka, ajo çka është prej shtëpisë ose e shtëpisë ose diçka që duheshte, më e veçantë sa porositë e tjera. Domethënë ekzistojnë shabllonët, ekzistojnë lloje ushqimesh, kanë emërtimet e tyre, kjo është e ka marrë emrin bazë një vendit, kjo e ka marrë bazë një kulturës dhe mas ti thotë, ne që kemi sukses si biznes e kemi edhe formulën tonë të shtëpisë. Cila është formula e shtëpisë? Më thonë, ti tash e keni edukim fetar. Cili është ai edukim? A ja atribon shkollës, a atribon hutbës, a mund të jetë edukimi i shtëpisë hutbja? Për shembull, ti je musliman dhe ke obligim ta falësh namazin e xumës. A beson që tek xhumaja ti e merr edukimin? Xhumaja është ligjerim edhe është diskurs që i dedikohet nga i udhës që mbram ka reflektuar për Zotin, deri ai i cili do me ndryshu shoqëninë, po ka obligim edhe ai me ardhën, me ndëgju hutbën. A mund të jetë kjo e shtëpisë apo më shumë i ngjan një rrugtimi që shumë larg është për të jetë një formim i përgjithshëm edhe domethënë i plot. Ndaj konsideroj që piknisja jonë të jetë pikërisht nga një rregull. Njerëzit e mençur nuk përplasen me rrjedhën e ujit. Nëse shet që uji shkon nga një anë, ti duhet të shkosh nga ajo anë, sepse përplasja është shumë energji edhe frytshmëria është zero. Këtë në gjuhën e shariatit, në gjuhën e fesë e quajmë ligjet e Allahut në kozmos. Allahu subhanahu wa taala i ka disa ligje, i ka disa zakone, asisoj Allahu e ka kurdis jetën, asisoj Allahu e ka rendit jetën njerëzore që janë disa ligje. Edhe ato ligje nuk ndryshojnë. Allahu te baraka taala në shumë ajete e ka përmend, thotë falan tajida li sunnatillahi tabdila. Ligjet e Allahut nuk ndryshojnë. Ligjet e Allahut nuk janë të ndërtuara mbi hatër, mbi afërsi, mbi prejardhje, nuk ekziston diçka e tillë. Allahu azza wa jalla ka bërë kësaj ligj, kush e di kët e arrin kët. Kush e bën kët e ka më të lehtë kët. Nuk janë ligjet e Allahut subhanahu wa taala. Po du mi të regu një 3-4 ligje, 5 ligjet Allah subhanahu wa taala për ta kuptuar se ne pas udhëzimit që nuk kemi ndërtuar, ne pas udhëzimit që nuk e kemi marrë fen me një udhërfyes, ne pas udhëzimit nuk kemi hyrë në qytetin e madh të Islamit me një udhërfyes, me një Ciceron, me një agent se sot do të shëtitemi nga kjo anë, nesër nga kjo anë tjetër, do ta kapim diellin këndej, do ta kapim frymën këndej, apo e kemi bën një shëtitje do thotë kulturën, kuptimin që nuk kemi pasur një plan. Çka kena hub, edhe çka duhet me reflektu për me mujt mos me hub tutje sepse vazhdojmë të jemi domethënë në krejt në moshën më të mirë të mundshme, alhamdulillah për me bëni gjë të tillë. Ligji i parë e Allahu subhanahu wa taala është ligji i shkallës. Allahu i madhreshëm e ka bërë asisoj jetën që shumë çka funksionon shkallë, për shkallëzohet ose shkon në mënyrë graduale. Ligji i Allahut, ku themi ligji i Allahut, nuk ndron. Domethënë nuk mundesh me menu që ka me pas një situatë në cilën ky ligj është jo funksional.
Për arsye për shembull, në shpesh si tullzuar për këtë kam e pas ligjëratën e dytë, për shembull, e studiojmë periudhën mekase dhe periudhën medinase. Me po ne flasim me apetit për periudhën medinase dhe jo përgatishmim për periudhën mekase. Në që kuptim? Për shembull, në periudhën medinase vetëm se u realizua ky qëllim. Në rregull, këtë edhe. Po ku e leti periudhën mekase që ai ishte përgatitje për periudhën medinase? Kjo është ligji i Allahut, domethënë shkon shumë çka, domethënë duke vazhduar shkallë. Për shembull, arabët e kanë një fjalë thonë ta'amul kibar summu sigar. Ushqimi i mëdhenjve është helmi i vegjëlve. Sepse akoma nuk është bërë gati për ta konsumuar atë ushqim. Domethënë na prej në fëmijëri e konsiderojmë sukses kur fëmia zvarritet. E konsiderojmë sukses kur zvarritet se në periudhën që ajo është sukses ajo. Po edhe e konsiderojmë sukses kur arrin të artikulojë 2-3 fjalë. Edhe realizmi sukses. Nëse ti mund të jesh doktor i gjuhës. Megjithatë për atë periudhë, për atë shkollë është sukses. Ne nuk kemi kësi lloj premisa në fetari. Nuk e konsiderojmë që një djalë i udhëzuar në 3 muajin e parë është sukses i madh ai kur ulet për ta mësuar hadithin e Xhibrilit alayhis salam në mënyrë të detajzuar. Nuk e konsiderojmë ne aty pas 3 muajve ligjërohemi se si dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam po ndërtonte qytetrimin nga Mekka dhe po bëi gati për ta sfiduar Persin dhe për ta sfiduar perandorimin bizantin ose romakë. Ç'është kjo më vet? Domthonë ta'amul kibar summu sigar. Ushqimi i mëdhëve është helmi i vegjëlve. Ajo mund të jetë briljante se si po e shpjegon. Ajo mund të jetë madhështore, mund të jetë një artikulim artistik, do thotë që e tejkalon imagjinatën e një romancierit, po fundja që duhet këtij pas 3 muajve udhëzim. Çfarë duhet ty ta ndryshosh botën ti ke 1 vjet, 2 vjet udhëzim, ti akoma ke kriza me namazin e sabahut. Akoma ke kriza me namazin e yatsis, akoma ke kriza me menaxhu namazin e drekës ose ti ke nis kur del për universitetit. Është qartë? Për arsye domethënë, ashtu sikur se ne njerëzve ju japim gradualisht, fëmijëve mësojmë lukthin gradualisht me ushqime, edhe pse ato mund të jenë ushqime shumë të pasura, nëse i shikon nga përmbajtja, ato janë ushqime të pasura, po për këtë fëmijë është helm. Nëse një javë 2 ushqehet ose i shkaktohet në sëmundje ose do thotë edhe mund të rrezikohet domethënë jeta e tij. Kështu që fetaria që ne udhëzohemi, edhe nuk e kena një rend, një ndërtim të fetarisë, nuk është thjesht e dështuar kuptimin që nuk kemi përfituar. Është e predispozuar për të helmuar dhe rrjedhimisht për të dështuar. Çka i bie helmi? Për shembull, dikun helmi i bet që kemë përfunduar mëkate. Çysh i bie kjo? Për shembull, ti shkon e merr një pjesë fetarisë aty se si Allahu fal shumë dhe mëshiron shumë, dhe nuk e kupton në kontekst se si kanë ardhur ato ajete dhe hadithe, edhe e relakson vetveten në raport me gjunat. Ose edhe kundërta, diku shkon edhe ashpërson diskursin e kërcënues edhe friksues derisa ndoshta e hub shpresën pe Allahut të thonë s'u bëjmë dot i devotshëm po e lë të gjitha. A është e qartë? Do thonë ka mungu këtu një ndërtim i mirëfillt edhe rrjedhimisht kena helmu. Jo thjesht nuk kemi përfituar, jo thjesht nuk kemi përpara, jemi helmu. Edhe ky helmim po na kushton pasaj se nuk i kemi kuptuar meselet, do thotë e kena mësuar domethënë në diçka që ka qenë ndoshta krejtësisht shumë e largët për neve, ose shumë e papërballueshme për neve, kundrejt një diçka që duhet të ishte domethënë shumë themelore dhe shumë domethënë fillestare, dhe konsideroj që në vëllezër që shumë kriza të fetarisë në kohën bashkore që vishen me petkun e fetarisë janë të kësaj natyre. Do thotë nuk e kuptojnë që realisht do thotë është duke bërë lojën shejtani, mirë po gjithëherë duke shkuar në favorin e projektit të tij. Ndaj thotë njëri pediatër bashkëkor që Allahu subhanahu wa taala këtë pjesën e shkuarit shkallë, madje edhe shkalla e zbritjes së Kuranit. Nuk ka zbrit Kurani i tëri për një natë tek i dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam. Ka zbrit prej lojë mahfudhit, mirë po tek i dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam ka zbrit varësisht ngjarjeve, varësisht rasteve, varësisht situatave dhe momenteve, edhe secili moment e ka atë veçantinë vet. Dhe këtë kjo Allahu te barekuhu teala kur i ka treguar të dërguarit e tij arsyeën pse është të ndodhet diçka e tillë, ka thonë kedhalika linuthabbita bihi fuadak. Ne këtë që po ta zbresmi Kur'anin ty o profet ngadal, shkallë është për ta forcuar zemrën tënde. Që i vije do thotë një fetari që nuk merret në këtë kontekst, nuk ka shumë qëndrueshmëri. Pse nuk ka shumë qëndrueshmëri? Sepse ai shkon motivohet me sakrificën e Mekasëve, saktësisht sahabëve në periudhën e Mekasëve, dhe ky nuk e ka atë kulturë për atë sakrificë. Edhe pastaj hyn në një det i cili nuk din not për asi dallga të ashpra. Edhe rrjedhimisht pastaj ose të riqet krejt ose ngulfatet edhe humb domethënë jetën, edhe rrjedhimisht domethënë dështon. Një ligj tjetër që Allah nuk e ndron, përpos që është ligji i shkallës,
është edhe ligji i ndërthurjes. Ligji i ndërthurjes. Do të thonë, ndonjëherë të hik një shkallë për ta dalluar ligjin e parë nga dytën, ndonjëherë të hik një shkallë dhe të mungon diçka. Të mungon një vlerë. Mirë po dikun, nëse të ik një hallkë, nuk lidhet hallka tjetër. Ligji i ndërthurjes. Do thotë, nëse ka disa disiplina shkencore, po nuk e more shkallën e parë, dytën nuk e kupton hiç. Tretën edhe më hiç, madje as nuk i drejt për provim, apo? As nuk i drejt ndoshta me dëgjue ligjëratat. Pse nuk i drejt? Për arsye se domethënë ndërthurja është jetike. Janë disa gjëra po nuk ndërthurën sakt, po nuk ndërthurën me një logjik të shëndosh, domethënë rrjedhëmisht i bie që domethënë dalmi diku keq. Për shembull, ne shkojmë edhe ndoshta pyesim edhe ndim shumë çka për sejdën e harresës. Ndërkohë nuk e dimi ruknët, nuk e dimi cilat janë shtyllat e namazit. Sepse ti kur nuk e di cilat janë shtyllat e namazit, rrjedhëmisht nuk e di rregullin mbi shtyllat e namazit, nuk e di dispozitat përkatëse që kanë të bëjnë me shtyllat e namazit, atëherë mund të vijë një hamendje që edhe lënia e shtyllave plotësohet me sejdë të harres, ndërkësh kjo nuk është e tillë. Sepse sejdja është që kryen punë për diçka tjetër. Po ajo diçka tjetër do të duhet të dijej para se të dijej se sejdja. Do thonë, nuk ke nevojë të dish shumë për dispozitat e divorcit, pa i di dispozitat e nikahut. Mund ti do ta mësosh një herë fillimisht mirë nikahun, se si është valid, e pastaj ta mësosh se si prishet ai validiteti i nikahut. E tash kjo ndodh në mesin e muslimanëve shumë. Domethënë, e mëson ndoshta rrezikun edhe dispozitat që kanë të bëjnë për dezertorët ose për daljen pi fesë ose kufrit e kështu me radhë, ndërkohë ai nuk i di temat e imanit. Ai nuk e di për shembull çka është sasia themelore e patjetërsueshme që duhet besuar. Domethënë ti mundesh mos mi ditë 10 mijëra informata për engjëjt, ama ekziston një fazë bazike çka duhet me ditë, në një shkollë themelore duhet me ditë. Ose ti mund të mos dish emrat e të gjithë profetëve, po diçka duhet me ekzistuar një informacion minimale, optimale që pa atë nuk është në rregull besimi në profetët si një prej 6 shtyllave të besimit. Kjo është ligji i ndërthurjes. Kjo është ligji. A e ndron Allahu ligjin? Nuk e ndron. Pse po e përdomi na nuk e ndron Allahu ligjin? Sepse na e besojmë bëndshëm. Se ashtu sikur se janë ligjet fizike, ligjet logjike, janë edhe këto ligjet e Allahut në kozmos. Kështu Allahu e ka bë. E ka bë rregull. E ka bë Allahu rregull dhe kështu funksionon. E të i kalon, atëherë nuk mundesh me fitu një rezultat, ose nuk mundesh me fitu një dobi, ose nuk mundesh me fitu një diçka e cila është domethënë e rëndësishme. Ligji i tretë, pse të duhet një ndërtim pas udhëzimit, është ligji i prioriteteve. Ligji i prioriteteve. Në kuptimin që ndoshta nuk kam gatishmëri me ndërthur krejt atë farë kalat madhe, atë kështjell të madhe. Ndoshta nesër edhe ndroj jetë. Nuk kam kohë as për ta bërë shkallën e dytë, as tretën, as ndërthurin e së ardhmës. Po çka është e domosdoshme për sot? Çka është prioritet për sot? Çka është e një rëndësie të pa shmangshme? Ligji i prioriteteve janë ligjet e Allahut. Ligji i prioriteteve është një prej ligjeve të Allahut në tokë, domethënë jeta e njeriu ndërtohet me këtë, domethënë diçka para diçka më me rëndësi sa diçka dhe asesi diçka në llogari të diçka e cila është shumë thelbësore. Shpesh ndoshta ne bëjmë diçka të madhe, mirë po ajo është në prishjen e prioriteteve. Për shembull, mund të kemi një vëmendje shumë të madhe për disa nafile në llogari të disa farzeve dhe kjo është domethënë dëmtim. Sepse fundja e ditës së gjykimit llogaria më e madhe do të jetë për farzet, nuk do të jetë për nafilet. Asesi nafilet mund të vinë vetëm në rolin e ndihmës, nuk do të janë në rolin e farzeve. Asesi ti mund të japësh çdo ditë lëmosh kado që shet varfër, po ti po nuk e dhave prioritetin tan 2.5 e zakatit, pasurisë nglumburu të cilën e kim mbledh, që është grumbulluar aty për vite ose për mënani viti, domethënë ti ka me të kushtu kjo. Mirë po kjo mbi çka ndërtohet? Kjo ndërtohet mbi rregullin e këtij ligji të Allahut subhanahu wa taala që ekzistua ka diçka që quhet ligji i prioriteteve. Arabët e kanë një fjalë, saktësisht e kanë potencuar dietarët tek librat që kanë bëjmë me metodologjinë e mësimit, kur tregojmë pse duhet të mësua akidën para sirrës, pse duhet të mësua fikun para doni detaj periferik të fesën, me lem yutqinil usul, hurim el usul. Ai i cili nuk i ndërton prioritetet, ai i cili nuk i ndërton bazat, ai nuk arrin hiç. Ai nuk arrin hiç. Do thotë, është e pamundur me ardh deri tek përfundimi dhe tek destinacioni që ne synojmë. Saktësisht, shumë njerëz cilët neve na hutojnë. Shumë njerëz cilët neve na kryejnë mjegulla sikur po thon diçka të madhe, sikur po na ofrojnë diçka të madhe. Ne duhet shumë të jemi të vëmendshëm, apo na flasin në një shkallë 1 ose 2 ose 3 para neve, apo na folin nga pika e arritjes. Nëse ai vetë nuk ka arrit, a mundet me na çu neve me mrri?
Domethënë, a e ke ndërtuar ti një fetari të shëndosh? Ka bëj një fetari të shëndosh. A e ke ndërtuar një fetari ku nuk të rrezikon farzët, nuk të rrezikohet besimi, je gati për takimin me Allahun, nesër ndron jetë, kemi dalë faqebar para Zotit, kemi fituar xhenetin e Tij. Apo domethënë kemi lëmsh fjalësh edhe realisht nuk jena duke dërguar diçka e cila domethënë na kryen punë shumë me lenin Allahu subhanahu wa taala. Ligji i katërt, në vëllezër, është ligji i përzgjedhjes. Kjo është ligj që ne shohim që sot, domethënë ditën që e falim sot namazin e xumës, domethënë ky është ligj. Allahu përzgjedh ditët, Allahu përzgjedh muajt, Allahu përzgjedh njerëzit, Allahu përzgjedh vende. Është ligji i Allahut për ligjeve të Tij që Allahu subhanahu wa taala domethënë përzgjedh. Dhe ajo që për neve si musliman është aksiomatike është përzgjedhja e profetëve. Profetët janë njerëz të përzgjedhur. Mirë, po shpesh ne harromi, teksa ti e pranon që profetët janë të përzgjedhur, po shumë e natyrshme me pranuar një ligj tjetër, që edhe trashëgimtarët e profetëve janë të përzgjedhur. Edhe trashëgimtarët e profetëve janë të përzgjedhur. Domethënë, kur një perandori mbrin sukseset e saj, prej gjanave kryesore që mendohet është kush ka me trashëguar perandorin, kush do të jetë princi kurorë si një mbreti, apo jo. Edhe bëhet gati ai ndoshta që në vegjelinë e tij për të qenë më i dalluar sa vëllezërit e tjerë ose duhet bëhet gati për shumë arsye të tjera. Allahu a ka bë gati ti kë për t'i trashëguar profetët? Sigurisht që ka bë. Se Allahu është bujar, është i mëshirshëm, është i drejtë, edhe fundja këtë fe kaq madhështore e ka lënë Allahu në dorë të njerëzve të pavlerë, ose në dorë të kalimtarëve, ose në dorë të njerëzve të rastishëm që kanë qelluar diku. Ndaj domethënë na duhet me besu bindshëm. Duhet me besu bindshëm atë që i dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam e ka thënë në hadith që ka atë aspektin e autentitetit të aspektin e diskutimit që shohim në Bejhaqiu që i dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë yarithu hadha al-ilma min kulli khalafin udulu. Këtë dije të fesë, këtë ndërtim të fesë, këtë botkuptim të fesë, në çdo gjenerat e bartin dhe e transmetojnë më të mirë të umetit. Më të mirë e umetit, domthonë njerëz udul do të thotë ata të cilët i plotësojnë kriteriumet e të qenit adil, i drejt, i shëndosh fetarisht, i mustaqim, njeri që është në udhë kështu me radhë. Thot yanfuna anhu ta'wil al-jahilin. Këta njerëz të drejt do ta zhveshin dhe do ta ruajnë fejen nga interpretimet e njerëzve të padijshëm. Që i bie domthonë pas ka me pas interpretime të cilat fundja nuk qenë ka në vijen e uduleve, në vijen e këtynve që kanë trashëgimtarët e denjë të profetëve, dhe rrjedhimisht i bie që duhet me dalë këta me pastru nga prurjet, domthon ansore. Thotë wa intihal al-mubtilin, edhe ruajnë fejen nga shpërbërja që sjellin njerëz të shturur. Kjo s'është me rëndësi, kjo s'është me rëndësi, kjo s'është me rëndësi. Domthon, aq sa është rrezik të ketë interpretime të ignorantëve, aq është e rrezikshme neglizhenca që mund vjen nga njerëzit shpërfillës. Edhe thot wa tahrif al-ghalin, edhe ruajnë fen, e zhveshin fen nga devimet që ja sjellin domethënë ekstremistët. Çdo tre kategoritë. Këta tre kategoritë, edhe këta shpërfillësit, edhe këta domethënë që janë të padijshëm, edhe këta që janë ekstremistë, të tërë kanë gatishmëri me fol në emër të fesë. Mirë, po hadithi po thotë, s'keni ju nevojë me folje më të fesë. Janë udul. Allahu i ka lënë të tjerë që trashëgojnë edhe e kanë këtë detyrë. Mos e kryeni ju detyrën e huaj. Tash, që ta udulët, domethënë ne realisht i besojmë se profecia. Na e besojmë që në çdo brez, në çdo gjenat ka njerëzit më të mirë të umetit, dietarët, njerëz të thirrur e kështu me radhë. Pastaj ata të cilët kanë mësuar tek ata ose që marrin prej nektarit të dijes së tyre, edhe pastaj e artikulojnë, e përpunojnë edhe sjellin tek gjenerata tutje kështu me lenin Allahu subhanahu wa taala. Kush dëmtohet në vëllezër nëse këta udulët, këta të drejtit, këta të saktit, këta të denjët, nëse këta injorohen, nëse këta praktikojnë, nëse ne marrim fejen nga interpretimet e udhës, nëse ne nuk i kemi një ndërtim fetar, ndërtim shtëpie, në kush dëmtohet? Dëmtohen dietarët, dëmtohemi ne, nuk dëmtohen ata. Ai fundja e kryen detyrën e tij të rolit që e ka për ta shërbyer fen Allahu subhanahu wa taala, përfitoj kush përfitoj, do thotë fundja është humbja dhe fitimi, domethënë i të tjerëve. Tash, ky ligji i përzgjedhjes është ajo që dashta më thonë në fillim të hyrjes. Kemi edukim të udhës dhe edukim të shtëpisë. Udha a ka protagonist? A ekzistojnë emra, personazhe që i atribuohen udhës? Për shembull, edhe ata që kanë qenë ndoshta të zëshmit dhe të zhurmshmit e udhës para 15 viteve, dikush ka përfunduar në burg, dikush ka vdekur i ri, dikush i ka humbur ai nomi, ai fuqia, Jehona kështu, as lagje nuk ja ma emrin në moment.
Se udha nuk ka emra. Domethënë, personazhet e udhës nuk janë personazhe që ngelen shënojnë histori. Ajo që është e shtëpisë janë personazhe që jetojnë. Do thotë, ne mësojmë hadithin në bazë të shpjegimeve të Imam Nevaviut, në bazë të shpjegimeve të Ibn Haxherit. Këto janë emra, kjo është edukimi i shtëpisë. Ne mësojmë akide në bazë të mësimeve të Imam Ahmedit. Kjo është edukimi i shtëpisë. Ne mësojmë fjalabie fikun në bazë të mësimeve të fjalabie të medhhebit Hambeli ose medhhebit Hanefi e kështu me radhë. Kjo është emër. Pse ka emër? Se është e shtëpisë, po ka adresë. Ka adresë, do thotë adresa, lagja, udha, pronari i shtëpisë e kështu me radhë. Nëse ti bëhesh i sinqert me vetveten, cila është adresa dhe shtëpia dhe edukimi i shtëpisë së fetarisë tënde? A mund ti vësh një emër? A mund të thuash fjalabie për shembull, nëse ne morëm Sira Alamin Nubala, një prej veprave më kolosale ku Imam Dhahabiu flet për të edukuarit më të mirë të umetit që kanë adresë, thot ky dietar thot çastin e tij në hadith e ka bazë të filanit. Ose edukatën e tij të asketizmit e ka marrë nga filani. Do të thonë ka adresë, nuk është kurrë pa shpjegim. A kemi një adresë? A kemi një adresë që mënyra se si çasmi problemeve reale na jemi formuar, madje edhe nëse sot e lexon një enciklopedi të lirë në internet, edhe merr lexon një figurë që ka një histori. E ki dy grafa, e ki aty që nga kush është ndikuar dhe te kush ka ndikuar. Nuk kjo është adresë, kjo nuk është diçka që ti duhet të ikësh, kjo është historiku jot. Kjo është vlera jote, do të thonë ti ke ngjarje, ke histori. Cila është historia e edukimit? Edukimi i udhës apo edukimi i shtëpisë? Unë besoj ndër vëllezër që fatkeqësia qëndron që ne nuk e kemi kuptuar që prej urdhëresave të fesë, prej urdhëresave të Allahut ka qenë dhe vazhdon të jetë përfundimisht të jetë që bindjen ndaj Allahut dhe bindjen ndaj dërguarit të tij sallallahu alajhi wasallam ose fetarin me një fjalë ta ndërtohemi mbi dije dhe kjo nuk ndërtohet pa mentorim. Dhe kjo nuk arrihet pa mësues, dhe kjo nuk arrihet pa personazhet që janë për këtë punë. Për shembull, ku thot Allah subhanahu ya alladhina amanu atii'u Allaha wa atii'u ar-rasula wa ulil amri minkum. O ju që jeni besuar, binduni Allahut, binduni të dërguarit dhe binduni prijesve tuaj. Dikush prej selefit kanë thonë prijesit tuaj në radhë parë janë dietarët. Shtrohet pyetja, a urdhron Allahu për t'ju bindur dikujt që nuk ekziston? A urdhron Allahu për t'ju bindur diçkaje e cila është e pamundur të realizohet? A ekziston një urdhëresë fetare hipotetike, utopike, nuk bëhet? Mund po Zot na ka urdhëruar ti bindemi dietar, po ku janë ata? Nuk ekzistojnë ata. A është qartë? Ndaj na duhet me pas në konsiderat atë që thotë Ibn Qayyim, ta'atul ulama tab'un li ta'ati ar-rasul. Ti bindesh dietarëve, ti përcjellësh dietarët, është si rrjedhimi bindjen ndaj të dërguarit sallallahu alaihi wasallam, sepse ti tash nuk e ke kontaktin e drejtë për drejtë me të dërguarin sallallahu alaihi wasallam. E ke nëpërmjet dietarëve. Po edhe nëpërmjet dietarëve nuk e ke të drejtë për drejtë, e ke nëpërmjet urës që të lidh ty me, domethënë me dietarët. Nëse ne konsiderojmë që është jetike, edhe është projekti më i madh i jetës, ti bindemi Allahut dhe ti bindemi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atë çish kimë realizuar kët? Domethënë ti e ke morën peizazhin, ti e ke marr broshurën. Po broshura është vetëm përmbajtje. Vetëm përmbajtje, aty përmbajtja thotë i ke 5 kohë namaz gjatë ditës. Duhet besosh në Allahun, në engjëjt e tij në libër. Kjo veç përmbajtje është. Veç përmbajtje. Ku është libri i udhëzimeve të hollësishme? Ku është, do të thotë, shpjegimi i hollësishëm i kësaj broshure? Ku është itinerari nga duhet ecim në këtë qytet të madh? Këtë nuk e bën vet. Kjo s'bëhet vet. E mashtron veten nëse e bën mendon ti me bë vet. Ose a nuk është realiteti jonë kë? Për shembull, a do duhet të ishte ndërlëzër që fjala bie ti të jesh i udhëzuar prej vitesh dhe një çun i cili ndërtohet mirëfilli, edhe shkon i dëgjon 10 ligjërata për fikun e namazit, edhe është më i saktë se ti në çështjet e namazit, cilat janë rukne, cilat janë vajibate, cilat janë mustahabate, çka e prish namazin, kur bën se sejdë, kur nuk bën se sejdë, nëse të i kibla, nëse kushtet e namazit, përmirësimi i namazit si ndrohet, nëse ai për shembull mas 10 ligjëratave metodologjike, sistematike, është më i saktë se ti që falesh 5 vjet, 6, 7, 10 vite. Cili është në të drejtën? Ky apo ti? Ktu njëri është gabim. Ktu njëri nuk është në të saktën. Ktu njëri e ka rrejt vetveten. Ktu vetë se ku është fati këtu? Ky është fati që keti na duke marr vesh tu kon gjallë. Se po ta marrë vesh ditën e gjykimit atëherë është vonë. Domthonë imagjon ta marrësh vesh ditën e gjykimit, fjala bie që ndi diçka ka qenë rukun i namazit, shtylla e namazit dhe namazi pa të është jo valid, dhe ti nuk e ke bën. Diçka është rukun i abdesit dhe ti nuk e ke bën.
Edhe ku e kupton këtë? E kupton ditën e gjykimit. Gjithë ato vite ibadet, gjithë ato vite për kushtim. Dhe këtë kjo çka ka qenë? Ka qenë thjesht mësosh pak më shumë, ti je i lidhur me një program, ta ndjekësh një vijë programore, një konsekuencë të ndërtimit, edhe rrjedhimisht të ndërtohesh për hir të Allahut subhanahu wa taala. Është një ligj ndërlëzër që ka të bëjë me këta të përzgjedhurit. Që ka të bëjë me këtë ligjin e fundit të përzgjedhjet, nëse mund të thonë, nën ligje, por realisht janë ligje të mëvesëshme, mirë po unë po i konsideroj në kuadër të këtij ligji. Ligji i parë, shënon Imam Ahmedi edhe Abu Daudi, Sheikh Albani, Sheikh Shuaibi thotë që hadithi është sahih. Prej Abdullah ibn Abbasit, thotë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, "Tasma'una wa yusma'u minkum." Thotë ju do të dëgjoni, ju drejtohet sahabeve, thotë ju do të dëgjoni. "Wa yusma'u minkum", edhe prej jush do të dëgjohet. "Wa yusma'u mimman yasma'u minkum", edhe prej atyre që kanë me dëgju prej juve do të dëgjohet. Çka është kjo përsëritje? Ju të dëgjoni, ata do të dëgjojnë prej jush, pastaj do të dëgjohen ata të cilët kanë dëgjuar prej jush. Çka është kjo përsëritje? I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam dëshon të na sjell një rregull, një ligj që feja natyrë e ka. Feja natyrë e ka komunikimin e drejtë për drejtë dhe mësimin e drejtë për drejtë tek mentori. Sepse po të kishte qenë thelbi dhe ideja e fesë, thjesht leximi, thjesht marrë informatës, do të kishte mjaftuar zbritja e librave. Dhe nuk do të kishin hequr profetët zitë e ullirit me popujt e tyne. Po pse gjithë ai durim, pse gjithë ajo këmbgulje, pse? Sepse natyra e kësaj feje, kjo fe nuk është fe liturgjike, nuk është fe e shpellës, nuk është fe e eremitëve, nuk është fe e murxheve, është fe e prekshme. Edhe për çën e prekshme mentori dhe mësuesi dhe komunikimi i mësimit fetar duhet të ishte i prekshëm. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na e ka dhënë këtë si paralajmërim që një ndërtim i mirëfillt në vijën e sahabeve është ajo ku ti ulesh para mësuesit. Ju po dëgjoni prej meje. Dhe nëse ata që vinë tutje ndjekin shembullin e juaj, edhe ata do dëgjojnë prej jush sikur si ju keni dëgjuar prej meje. Dhe këtu është thelbi edhe mësimi i hadithit. Do thotë kjo metodologji dhe ka të tjera. Ka të tjera të cilat vetëm mjaftohen, ka të tjera të cilat i japin kosës gjan, domethënë ai vet do thotë e ndërton një strukturë të menduarit edhe një metodologji të leximit, edhe një qasje të zhytjes në për dijet e fesë, edhe në fund do thotë ku del Allahu alem. Ne nuk garantojmë për atë. Po ne garantohemi për këtë parën. Që po thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ju dëgjoni prej meje, ata që do të vinë tutje do të dëgjojnë prej juve, dhe ata që do të vinë tutje kanë me dëgju prej atyre që kanë dëgjuar domethënë prej juve. Kështu që është edhe një ligj tjetër. Një ligj tjetër, se ajo është ligji i jetës. Edhe për dikë që ka qenë profet është ligj. Cili është ai ligji? Është ligji i udhërfimit. Ai në hijretin e tij e mori një udhërfyes për ta dërguar në Medinë. Domethënë e paguaj ti një mushrik, apo potencialisht nga komuniteti armik për t'i treguar rrugën. Do thotë tash a do të kishte qenë shumë e lehtë për një profet ta kuptonte udhën nëpërmjet shpalljes. Jashtëzakonisht e lehtë. Dhe jo vetëm kaq. Domethënë vetëm ta mendoje ndihmën e Allahut për të. A do ta kishte lënë Allahu profetin e tij të humbur në përshkretir? Ose a ka gjas ai profet të mos e gjente udhën në përshkretin edhe rrëdhëmisht vdiste për ujë, të vdiste për ushqim, ose ta kapnin stuhit e shkretinës ose ta mbulon të rëra e saj. A e kështë minuti që shdojnë si do t'i kishtë ndodhë profeti sallallahu alajhi wasallam. Në thonë, na me pak atë se e njohim Zotin, kishme besu bëndshëm që Zotit do t'ja kishte siguruar arritjen e Medinës shëndosh dhe mirë. Ky profet shkon dhe e bani marrëveshje me një udhë rrëfyes për t'ja tregu udhën drejt Medinës. Shumë thjesht është, kjo ligj i tokës është. Allahu kësaj ka bë ligj. Ti tash ke ardhur në qytetin e quajtur Islam, edhe të duhet një Ciceron i cili domethënë të mëson se ka të rrugtosh, ka të shijosh, ka është pamja mirë, ka është rrezik, ka është mirë në këtë kohë mos del se këtu ka hajna, në këtë periudhë mos del se ka rreziqe të kësaj natyre kështu më radhë. Kështu që ligji i dytë thotë mos rrugto pa udhërfyes, të paktën derisa ta aftësohesh. Domethënë një periudhë caktuar duhet ta kesh një udhërfyes, një hoxh, një dietar i cili ta jap një ndërtim fillestar, një ndërtim optimal, disa shkolla të nxjerr në atë autoudhën e gjatë, edhe të gjanë, edhe rrëdhëmisht pastaj domethënë e kije rrugtimin inshallah shumë më të lehtë. Për të arritur në vëllezër këtë çdo ligje, është e rëndësishme me i pasën edhe disa, nëse mund të them, disa rene, i pas disa parime. Se fundja ligjet funksionojnë. Ti i respektohet, se respektohet, ato funksionojnë, ato janë ligje, për ata quhen ligje, se ato nuk kanë konsiderat, ato nuk kanë selektim, të funksionojnë ndryshe për dikë dhe të funksionojnë ndryshe për dikë tjetër.
Ato janë ligje. Mi po tash ti ki kuptu ligjet, çka i betash? A e kina bon ngjarjen? Jo. Tash ne e kina kuptu që mos me shku në kontra me ujin. Mos me shku kontra, po me shku në drejtim të rrjedhës së ujit. Dhe kur ne him në rrjedhën e ujit, pas udhëzimit, edhe do me mësu fejen, do me mund ndërtu fetarisht, atë na duan disa rende. Rendi i parë, thot Sheikh Uthejmini rahimullah, thot mos u ndal në gjysmë të udhës, sepse gjysmë udha nuk është sukses. Për shembull, ki fillu me mësu një libër të tauhidit, mos u nal në gjysmë të udhës, sepse ka xhaz një nal bashkë te kapitulli që po nuk e morën mësim tutje, po aty kemi bën ndoshta komplikimin ndërlikimin më të madh. Dhe kjo ka ndodhur me shumë fetar, të cilët fjala bie për shembull, tauhidi është temë e madhe, besimi është temë e madhe, mirë pa i ka marrë 4 temat e para, edhe pastaj e ka marrë një rol që nuk i takon me fe, edhe pastaj është futur në mëkate, është futur në gjykime të cilat kanë shumë përgjegjësi para Allahut subhanahu wa taala. Kështu që mos u ndal në gjysmë të rrugës, arabët thonë men thabata nabat. Ai i cili vazhdon, ai prodhon, ai bin, ai ka rezultat. Men thabata nabat, është përdor folja që ka të bëjë me birjen e bimëve. Nëse një bim ti e merr edhe e mbjell, edhe pastaj pas 3 ditë thu jo, nuk e kap karrezët mirë këtu, po e marr pe diku tjetër. Pastaj këtu jo se këtu pas ka stoi, këto ditë nuk qenë ka mirë, vë diku tjetër. Ajo nuk bin, ajo nuk funksionon. Ajo bim vyshkët, ajo nuk ka frut, ajo nuk ka asnjë gjë, nuk pritet gjë prej saj. E njëjtë është me ty nëse e marrën një libër të besimit, pastaj dal tek një seri një hoxhe, pastaj dikush thotë jo, nuk ka kusht ka thonë se kështu mësohet feja, mjafton feja për sahabët kanë mësuar veç për hutbes, mjafton ose mjafton një këshill këtu dikush të jep. Pastaj unë po lexoj një libër, ajo libër mund të jetë shkallës 7, 8, jo shkallës parë, 2 në cilën ti je. Edhe çka ndodh? Kjo endja dhe ky emigracioni jot i padobishëm, në fund rezulton me vyshkje, rezulton me tharje, ti nuk ke rezultat. Kështu që men thabata nabat, ai i cili qëndron, ai i cili nuk lëviz, ai i cili e merr një program dhe realizon, e ka një konsekuencë, ka një vijë edhe runat metodologji, me lenë Allahut ka rezultat dhe ka sukses edhe ka, domethënë diçka konkrete pas një periudhe domethënë të kohës. Thot Imam Shabi, thot dituria e fesë është 3 pjesë. Thot pjesa e parë është ajo që ai i cili thot hinë kët, thot femen nala minhu shibran shamakha bi anfi wa dhanna annahu nal. Thot pjesa e parë e dijes së fesë është që kush hi aty, edhe ngel aty, thot i ngre hund, edhe thot nuk durohet. Mendon që kam rrinë shumë. Domthon bëhet mendje madh, bëhet i padurueshëm, bëhet llafazan, fol shumë në emër të fesë, rre shumë gjoks e kështu me radhë. Thot wa man nala shibra thani sagharat ilayhi nafsuhu wa alima annahu lam yanal. Thot kush hitë pjesa e dytë e dijes fillon të zvoglohet në vetveten e tij. E shes se nuk ka arrit gjë. E shes sa pas ditë dhe sa shumë mi pas ka ik prej dijes së domosdoshme që është dashur ta ketë, edhe diku tjetër thot o men dakhala fi shibri thalith alima annahu ma ya'lam. Edhe e treta thot është ai i cili në pjesën e tretë thot e kupton mosdijen e tij. Momentin që ti e kupton mosdijen tënde, kjo është sukses. Momentin që e kupton që ku është niveli yt, ku është përgjegjësia jote, ku është mundësia jote, kjo është arritje. Kjo nuk është diçka e vogël, kjo është një sukses, domethënë shumë i madh. Rendi i dytë, pas aty me 5 ligjeve që i trajtuam, edhe këtij rendi të parë, rendi i dytë është e rëndësishme në vëllezër, në rrugën e dijes është e pamundur. Domethënë na e kuptuam që është e domosdoshme, a duhet më ndërtu, po duhet më ndërtu. Udhëzimi a mjaftohet me atë broshurën e parë dhe me atë peizazhin? Jo, nuk mjaftohet. Tash për ta realizuar qëllimin ton, për ta eksploruar këtë vend, për ta njohur këtë vend, për ta shijuar këtë vend, duhet me gëlltit. Ka lodhje, ka mundime, ka momente jo të mira, duhet me gëlltit, sepse nëse fjala bie për shembull tash vjen një moment i lodhjes edhe ti e ndërprej. Ndoshta je duke ndërprej bash aty ku është çelësi jot. Bash momenti më jetik ku po tregohet çelësi suksesit tënd ti ke ik. Çka ke fitu? Domethënë, imagjino për shembull nëse dikush pak para diplomimit braktis fakultetit. Domethënë, për çka se ndoshta ja ka thonë një profesor një fjalë aty në fund fakultetit, thotë, unë nuk e duroj dot. Po ti nuk e duron dot, po ty duhet ai përfundim, ti duhet ai kurorëzim. Pa atë nuk i sukses, pa atë nuk mundesh me vazhdo tutje. A është qartë? Për arsye domethënë, rrugën e dijes është e rëndësishme, domethënë me gëlltit. Thot dikush prej njerëzve turp, thot men lam yahtamil dhull ta'allumi sa'a baqiya fi dhull al-jahl abada. Kush nuk e gëlltit poshtërsinë, kush nuk e gëlltit momentet jo të përshtatshme gjatë mësimit, do duhet pastaj ti gëlltis momentet e nënçmimit që vijnë si rrjedhim i padjenisë.
Mund tash ti teksa ti je duke mësuar tek një hoxh dhe ai fjala bie mund të çortoj pse ki munguar, mund të çortoj se nuk ke përgatit. Edhe shumë çka mund do fjala bie për shembull që ka një diçka që ti duhet ta gëlltitësh. Më mirë gëlltit sot se me gëlltit ignorancën. Më mirë gëlltit sot sa me gëlltit një moment në çmimet që ka marrë si edhe me ignorancë. Për shembull, ti nuk e ke ditë që filan fjalia, po nëse i thuhet gruas, ajo grua është e divorcuar. Apo? Ajo grua është e divorcuar. Domthonë nesër ti martohesh edhe ja thu gruas tonë një fjali e cila me shariat nënkupton divorc. Edhe pastaj ti duhet të nënçmosh para një gjykatësi i cili thotë qysh, a nuk e ke ditja? A ka që pa dishëm jo ti këtë fjali më ja thon bashkëshortës tonë edhe me rreziku familjen mas 2 fëmijëve, mas 3 fëmijëve, mas 4 fëmijëve. Sot gëlltit e me mësu që mos me bën nesër atë gabim. E çka për gëlltitjet që mundën me ndodhë domethënë në ditën e gjykimit. Po du me nda një tregim e cili është thjeshtësim, ndoshta i kësaj që do të thonë. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Po kthehemi pas pauzës që patëm për namazin. Ngelëm tek shembulli edhe tek rasti dhe tregimi i Imam Malikut me Hisham ibn Amarin, që është një ndoshta pishime më thjeshtësues se si i bie të pranosh që për mrena pakos se suksesi të dijes është edhe mrena pakos është edhe me gëlltitën, ndonjëherë në çmim, ndonjëherë ndoshta ndonjë sjellje e cila nuk është në përditshmërinë tonë e pranueshme, mirë po projekti është domthonë një madhështie që na bën për me pranuar çatë gëlltitje. E përmendëm se si Imam Maliku rahimullah ka qenë hierant, edhe rrëdhëmisht komunikimi me të nuk ka qenë i lehtë. Edhe njerëz që kanë ardhur në mezhlisin e tij ka pas shumë rënd se si me nejtë mezhlisin e e Imam Malikut. Dhe në këtë rënd të mezhlisit e Imam Malikut, ku vën Hishami nuk ja di renin, edhe i bën disa gabime për cilat Imam Maliku e ndëshkon me 12 shkëpinj. Edhe ai pastaj çan, edhe pastaj Imam Maliku habitet se si një kërkues i dijes, një ambicioz, një njeri i do me bën ngjarje të mëdha me dijen, domethënë nuk ka durim për me gëlltitën një diçka të tillë. Edhe ai thotë jo, thotë nuk jam tu kujtëm se më ke dhënë shkëpinj, po jam duke çajt ku po e kujtoj që baba më ka shit shtëpinë për marrë me mësu dhe unë nuk po kthej me diçka tjetër vetë se me 12 shkëpinj. Edhe Imam Maliku sikur se e prek një emocion edhe i kërkon falje dhe halallëk, ai ja kurzon se thotë për 12 shkëpinj që më godite, thotë të më mësosh ose të më doftosh 12 hadithe veçma, do të më dallosh nga tjerët me 12 transmetime. Edhe pastaj Imam Maliku ja reciton, ja thotë 12 hadithe, edhe me një farforme tash ky dallohet në transmetim. Për arsye se dallon prej shokëve të tij sepse i ka 12 hadithe enkas të mësuar nga Imam Maliku për të, atëherë i thotë ja Imam zid fi darb wa zid fi hadith. Thotë Imam shtoj shkopint, vetëm se shtoj edhe hadithet. Do thotë po e gëlltesa, po e pranoj këtë lloj komunikimi, vetëm që të jam më i privilegjuar te mësimi. Kur e shumë pastaj biografinë e tij Imam Dhahabiu thotë fa laqad kana min awiyati al-ilm. Thotë ka qenë prej depove, prej magazinave të dijes. Nuk e ka marrë këtë emërtim dhe këtë epitet duke qenë hatërmadh, duke qenë i llastuar, duke qenë shumë i përkthjelur, duke qenë shumë që ban shumë kalkulime, më shikoj kështu, më uli këtu, nuk më dha këtë privilegj, nuk më dha këtë përparësi kështu më radhë, dhe rrëdhëmisht më thonën privohet. Reni i tretë, që është i rëndësishëm për me mujtë me realizu këtë ngjarje, është një rregull që thotë kështu: synimet e larta nuk arrihen pa hequr dorë prej disa qefeve. Do thonë, ti e motivohesh që ja vlekat pas udhëzimit ndërtohesh, shkosh tek një hoxh 3-4 vite, 5 mësosh rregullisht, ose të ndjekësh mësimet e një hoxhe disa vite edhe ndërtohesh mirë. Mirë po, një razi do asnjë qef i kësaj dynjaje mos me tik. Një razi do, domethënë, gjithçka ti jetosh një sikur se njerëzit që s'kan synime, s'kan projekte, s'kan agjendë. Nuk është e mundur kjo. Nuk është për ligjeve të jetës. Sot Ibn Jauzi thotë e kom pa dhe kom meditu se gjërat të cilat janë më të shtrenjta, gjërat të cilat janë më të çmuara, janë më vështirë të arritshme. Ka më shumë lodhje, ka më shumë pagjumësi, ka më shumë braktisje të qefeve, ka më shumë, madje thotë e kom dëgjuar dhe kom lexuar që dikush prej dietarëve kanë thonë shumë vite kam pasur dëshirë ta blej një lloj ambëlsire që është shit në vendin e vet. Thotë mirë po kam qenë i privuar nga për ta blerat ambëlsirë shkaku që është shit në një kohë kur e kam pas një ders të një dietar. Thotë me vite të tëra nuk ka qenë domthon e mundur, nuk ka ardhur në shprehje të ai me nxjerr në përparësi një qef kundrejt një investimi domthon ilmor, një investimi të dijes që e ka domthonën për ngritjen e tij. Është një poezi arabe që sikur e përmbledh këtë farë
trishtimin tonë, s'po tham realitetin tonë, se ndonjëherë disa realitete janë trishtimet edhe pjesët më të neveritshme të mendësisë sonë. Thot kështu poezia. Thot idha kan yu'dhika harrul masifi. Nëse kur po bëhet verë, po thua shumë nxehtë edhe nuk muj me mësu. Shumë nxehtë. Wa karbul kharifi wa bardu shitai. Thot po të mundon zymtësia e vjeshtës dhe ftofti i dimrit. Thot wa yulhika husnu zamani ar-rabi'i. Edhe kur po vjen pranvera, është kohë e qefeve, është më thonën mahnitshme, është periudhë për të shëtit, për të bërë qef, për të shkuar ndej dhe këndej kështu me radhë. Thotë më thonë verës shumë nxehtë. Vjesh shumë zymtësi, dimri shumë ftoft, verës shumë kohë e përshtatshme për qefe, thotë fa akhdhuka lil ilmi qul limata. Thotë am tregon kur e ki bën jetë me mësu pra. Se këtu 4 stinën, janë këtu 4 periudhat vitit. Domthon këtu nxehtë aty ftoft, këtu disponimi po mbje, këtu që kjo stinë është pak për me lëviz. Kur e ki bën jetë me mësu. Kështu që thelbi i kësaj është që për me mujt me realizu çat qëllim, tash i ki 19 vjet, i ki 20, i ki 21, i ki 22, e realizon, e nxjerr një program 2 vjeçar, 3, 4, ndërtohesh, i mëson temat bazë të fejes, i kryen programet bazë të fetarisë, i kryen disa mësime shumë themelore që ty duhen jetë, edhe me të kemi jetu. Me to mësime kemi jetu. Pse duhet, domethënë, gjithherë me menu që akoma s'ka koha më e mirë. Akoma s'ka rrethonat më të mira. Domethënë, teksa je beqar, mendon që ndoshta sfidat që i ki në këtë moshë, kur do të martohesh, ki me pas një qëtër stabilitet. Kur të martohesh, punësimi, rroga, fëmijët, ku diun çka. Gjithherë ti të prit diçka tjetër. Gjithherë je një pritje të një gjendje tjetër. Dhe kjo është logjika e mendësia e njerit në ikje. Jo njeriu i cili e shfryzon sotin. Kështu që është e rëndësishme me kuptuar ato ligje, mirë po është edhe me hinë rënë. Sepse ligjet funksionojnë për krejt, mirë po funksionojnë më së miri ai i cili domethënë hen në rrenin e duhur. Rreni 4 thotë kështu: mësoj gjonat mirëfilli sepse perfeksionimi të jep emrin. Mësoj gjonat mirëfilli sepse perfeksionimi të jep emrin. Saktësisht na ke dim diçka. Mirë po emrin e merr në bazë asaj që ke mësuar shumë mirë. Qimatu kulli imri'in ma yuhsinu, ka thonë Ali radhiyallahu anhu. Vlera e njeriut është ajo që e di më së miri. Vlera e njeriut është tek ajo e cila e di më së miri. Ne të gjithë ecim, ne të gjithë vrapojmë, mirë po nuk i kemi ecën dhe vrapimin e dikujt i cili ka sport, i cili ka profesion. Është qartë, aq më tepër as nuk e shijon ti sikur se e shijon ai. Ndaj edhe tek dijet e fejes, ndaj edhe tek dijet që kanë të bëjnë me njohjen e Allahut, me njohjen e bazave të fesë kështu me radhë. Mos ngjy. Mos shko thjesht ta provosh, mos shko thjesht ta shohësh çfarë shije ka. Përpiqu ta merresh në mënyrë të plotë, përpiqu ta merresh në mënyrë mirëfilli. Do të thonë, e merr fjalapia për shembull një lëndë për lëndave të fesë. Edhe ajo kërkon fjalapia për shembull 30 orë dëgjim të asaj lënde. Bëj 30, mos i bëj 10, se me 10 krijon hamendje, me 10 krijon që po di. Ndërkaq me 30 e di çka po di dhe çka s'po di, atë rrjedhimisht e fiton një vlerë të caktuar në bazë aty 30 mësimeve. E njëjta bëhet fjalë për Kur'anin. Për shembull, nëse tash e nxjerrim në pjetësor gjatë workshopit, për shembull, sa e dimi Kur'anin lexim të rrjedhshëm, sa e dimi me të zhvet, sa dimi përmendesh, sa e shijojmë Kur'anin gjatë namazit, sa na bëjmë përshtypje ajetet për t'u kthyer për ta lexuar tefsirin. Këto janë sfida për neve. Ndërkaq shumë prej jush jeni, madje edhe fëmijë të lindur si musliman, kuptimin që jeni rrit në familje muslimanësh. Imagjino për shembull ti je fëmijë i lindur në familje muslimane, ndërkaq ti jetë sfiduese për ty diçka ndoshta shumë e shkallës së parë ose shkallës së dytë të Kuranit. A ka ndodhur kjo sepse nuk kanë qenë mundësit? Jo, kjo ka ndodhur shkallë se nuk kemi shkuar sipas domethënë rrenit. I origjinal dhe i sinqert. Domethënë, këtë trajtet që po e bëjmë, nuk ka nevojë asesi ne ta gjojmë ne motivim për të ikë nga ballafaqimi me të vërtetën. Është parafërsisht sikur se ajo biseda besoj dje bëm me disa prej meqve këtu që njerëzit shembull kur ballafaqohen me një të vërtet hidhur, qoftë një anomalie shturje në familje ose të ndonjë problemi shëndetësor, shpesh janë të prirë të mos e dëgjojnë vërtetën ose të hamendësojnë, domethënë diçka tjetër. Unë tentoj me të bind që ti ke problem, ti do me bind vetveten që kjo është duke zmadhu. Më mirë është me qenë i sinqert. Më mirë është me qenë, domethënë, i pastër, më mirë është me qenë i drejt për drejt, më e pranu, ky jam, domethënë po unë kam shumë gjecë, elhamdulillah, do të përpiqem të bëj më i mirë. Kam e punu shumë për të bërë ndryshe. Kam e punu me lejen e Allahut. Diçka më ka ikë që është dashur të bëj më herët. Okej, tash do ta bëj inshallah me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Ndaj thot Bukhariu, thot hadhi san'atu la yartafi'u fiha illa as-sadiq. Thot në çështjet e fejes,
Në çështje e dijes së fesë nuk arrin ai i cili nuk është i përnjëment. Nuk ka sukses ai i cili nuk është i sinqert. Në moment që nuk jena të sinqert, ne llomotisim, ikim djathtë, majtas e kështu me radhë, mas promti krijojmë një lloj mjegulle për ta mbuluar ndështimin ton, për ta mbuluar, do thotë, mosarritjen ton, për ta mbuluar realitetin e keq tonin. Do thonë, realiteti i keq atë cili është. Realiteti i keq është ai realitet që nëse fjala bie ti sot e ke ditën e fundit, ose e ke javën e fundit të jetës. Realiteti i keq është nëse ti e ke javën e fundit dhe je në një gjendje që s'kishe pas dëshirë kështu me dalë para Allahut. Je në një gjendje ignorancë, je në një gjendje mosdije, je në një gjendje pasigurie, je në një gjendje përlyerje që nuk kishe pas dëshirë kështu me dalë para Allahut subhanahu wa taala. Që i bie akoma shumë çka kemi me bë me vetveten. Domthon shpesh ne e morëm rolin na me ndreq botën. Nuk jena na për me ndreq botën pa pas ndrequr, domethënë vetveten sikur që kena me po inshallah tutjen në gjatën tjetër. Rendi i 6 shmangu nga shoqënia që ta rëndon këtë udhë e të largon prej saj. Domethënë, sado që ti ndoshta nganësh, edhe madje edhe fetar, madje edhe çunat e xhamisë, madje edhe ndoshta shumë fetar që janë udhëzuar 20 vite para jush. Shumë çka prej tyne edhe shumë kush prej tyne edhe nëse ju shen nganësh edhe ju inkurajon edhe ju thot bravo çuna, veç vazhdoni. Megjithatë kanë mesin e tyne ata të cilët thonë pse do të më bëj kështu? Pse do të më mësoj pak më shumë? Çka është kjo, duke qenë një fakultet me pas ka shumë interesim ose ka shumë program ose ka shumë orare me derse ose me shku tek hoxhallarët ose me mësue kështu me radhë. Nuk është e patjetësueshme, ne nuk e kemi bënë diçka të tillë para 20 vite, po vazhdojmë të jemi fetarë kështu me radhë. Po e vërtet vazhdojmë të jemi fetarë, veç a je sigurt që fetaria jote çatu kriza s'kan pas hije kur i ki pas 3 vjet ose jo 20. Ndërka sot na kena mas 20 vjetëve kriza fetare që është e paparashikueshme, domthonë ka qenë e paparashikueshme para 20 vjetëve që mas 20 vjetëve të udhëzimit mi pas ato kriza. Ato kanë ardhur si rrëdhëm i mosndërtimit, kanë ardhur si rrëdhëm i formimit të mangët, kanë ardhur si rrëdhëm i sforcimit të një pjesë të fetarisë në llogarit të një pjesë tjetër, e cila ka qenë më etike, më e rëndësishme për tu sforcuar se sa domethënë kjo tjetra. Ndaj Ibn Xhauzi e ka pas duave të tij, a'udhu billahi min suhbatil battalin. Ono Zot, kërkojmë mbrojtjen tënde të më ruash nga shoqënia e njerëzve që më nalin, njerëzve të kohët, njerëzve të cilët s'kan projekt. Battalin, njerëzve domthonë thjesht, njerëzve që kota se që jetën, nuk kanë agjendë, nuk kanë ambicie, nuk kanë synime, jo vetëm që nuk të inkurajon domethënë për të vazhduar ti rrugtimin, shikon domethënë të merr edhe ty tek llumi i tij, tek ngecja e tij, tek qalimi i tij, tek domethënë ignoranca e tij. Edhe e shtata dhe këtë ndoshta mund ta trajtoj dikush për xhallavë që në të ardhmen mund të jetë ndoshta kjo ligjërat si piknisja juaj për të reflektuar me dikë për xhallavë për me bënë një ndërtim. E shtata thotë kështu: sa më e çmuar të jetë diçka, më shumë rën kërkon. Jo thjesht është më e vështirë, jo thjesht është më e mundimshme, jo. Nëse diçka është më e çmuar, nëse diçka është më e rrallë, nëse diçka është më e shtrenjtë, nëse diçka është e veçantë për të arritur, atëherë i bie që realizimi i saj ka shumë rën, ka shumë sistem. Bëhet kjo, pastaj kjo. Nëse dëshon të bësh pyetje, kjo reni pyetjeve. Nëse dëshon të mësosh, kjo kështu mësohet. Nëse do ta shfryzosh kohën, kështu shfryzohet. Nëse dëshon të përfitosh nga dija e një autori, kështu përfitohet. Nëse dëshon ta absorbosh maksimum dijen e një libri, kështu përfitohet. Domethënë, çaq më shumë që një diçka ka vlerë, çaq më shumë që diçka ka më shumë domethënie, ka më shumë rën. Ka më shumë rën, ka më shumë marifet, ka më shumë parime në sajtë të tyne të realizon, domethënë qëllimin. Saktësisht. Për ta lidh këtë me fillimin e ligjëratës. Domethënë, ti je fetar dhe tjetri është fetar, ti je udhëzuar dhe tjetri është i udhëzuar. Mirë, por nuk jeni krejt barabartë. Kush e bën dallimin? Një prej shkaqeve që e bën dallimin është pikërisht kush ka arrit me marr pjesën më të mirë të fesë. Kush ka arrit me marr pjesën më të këndshme të fesë, kush ka arrit me marrën ajkën e fesë. Ajka e fesë nuk mirret nga kalimtarët. Ajka e fesë nuk mirret nga një shikim sipërfaqësor i fesë. Mirret nga njerëz cilët kanë durim, kanë këmbgulje, kanë synim edhe kanë, domethënë, një sistem edhe një itinerar të cilin e ndjekin për të arritur qëllimin. Kështu që në punën e juve, në universitetin e juve, edhe në ambiciet e juve, edhe në jetën e juve, edhe karrierën e juve, përgjithsisht, sa herë që diçka është më e veçantë, më e rrallë, asaj i shtohen standardet. I shtohen standardet kush mund të jetë kandidat potencial. I shtohen standardet në çfarë kohë realizohet, sa mund të jepet, sa investim. Dhe këtë kjo është që të bëhet një betejë jo për të bërë elitë,
po për ta marrë, domethënë, vlerën në realitetin e vet. Unë kam frikën që fetarin ton, udhëzimin ton, po të kuptimet e tona fetare me shumë gjazë thotë, na as nuk e dimi, a jemi thjesht tek ata blerësit që thjesht pyesim, shitsin, a ka mundësi ta provoj pak çfarë shije ka dhe çfarë çmimi dhe pastaj të mendoj ata blej apo jo, apo jemi tek ata të cilët jemi duke u ngopur me atë që na ofron tyrieza e Islamit. Elusi Allahu Azza wa Jall me na dhënë vetdije të mjaftueshme për të bërë një rrugtim i cili rrugtim në këtë jetë kurorzohet me sidq, me vërtetësi me Allahun subhanahu wa taala dhe me fetari të denj, dhe në ahiret kurorzohet me faljen dhe mëshirën dhe xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad.